Me 8 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi të martën vendimin e BZAP-it për rinumërimin e fletvotimeve në 12 vendvotime të komunës së Klinës. Kjo komunë ka gjithsej 55 vendvotime. Antari i KQZ-s nga subjekti politik AAK, Binak Vishaj, përpos që votoi kundër këtij vendimi, tha se subjekti që ky e përfaqëson do të bëjë ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me këtë vendim. Për mu nuk o vendim fare kësa apel, sepse për të marrë vendim duhet jetë një panel i përbën për 3 antarë. Në mesin e këtyre 3 antarët panelit, është një antar i panelit që realisht nuk duhet nga qenë fare antari kësa apel. Ndërsa këtu është ajo baza ligjore që s'ka. Kem një vendim nga një panel inexistent, po paralajmëri se do të ketë angesë në vendimit, përmbajtjes vendimit të vendimit të kësa apel, si edhe ndaj antarëve që janë pjesë të këtij paneli, po parlamenti do të ketë ankesë në Gjykatën Supreme. I pyetur nga gazeta Jeta në Kosovë se cili është antari i panelit para ankesa dhe para shtresa që i ka kaluar mandati, Vishaj tha se nuk mund ta bëj publik emrin e tij tash, pasi këtë çështje do ta dërgojë në gjykatë. Mulë Desku, kryesues i sekretariatit të PZAP-s, thot se në institucionin ku ai punon nuk ka njerëz me mandat të skaduar. Nëse ka argumente të bën Gjykata Supreme, na këtu jemi Gjykata Supreme, është mbini organ mandat, nëse ka arsye Gjykata Supreme ose merreton vendimin ton ose ndryshon vendimin ton, për kanë më. Sipas rezultateve të shpallura nga KQZ-ja, kandidati i AAK-s në Klinë shkon në balotazh me kandidatin e PDK-s, ndërsa kandidati i LDK-s nuk ka arritur balotazhin për 112 vota. Në vendimin e BZAP-it dërguar KQZ-s, figuron se subjekti politik i LDK-s Dega në Klinë ka parashtruar ankesë me të cilën pretendon se në rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mospërputhje në mes të numrit të nënshkrimeve dhe numrit të fletvotimeve në kutitë e votimeve. Po ashtu në këtë vendim thuhet se BZAP-i gjeti se nga shkresat e lëndës rrjedh se në publikimin e rezultatit përfundimtar nga KQZ-ja janë bërë mospërputhje të rezultateve në mes të nënshkrimeve dhe fletvotimeve. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë mbledhje shpalli edhe rezultatet përfundimtare për komunën e Mitrovicës Veriore, për qendrat e votimit në të cilat u mbajtën zgjedhjet më 17 nëntor 2013. Në komunën e Mitrovicës Veriore, në balotazh do të garojnë Krstimir Pantić nga Iniciativa Qytetare Serbe dhe Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare SDP.